Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se ardhët në takimin e radhës rreth komentet, shpjegimit të haditheve të Sahihut të Imam Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar. Jemi edhe më tej në kapitullin e imanit të besimit, respektivisht tek hadithi 39, ku Imam Bukhariu titullon Bab Husnu Islamil Mar'i, Islami i mirë i njeriut. Islami i mirë i njeriut. Pastaj i sjell hadithin e Abi Said al-Khudriut radiallahu anhu, i cili ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Idha aslama al-abdu fa hasuna islamuhu, nëse robi bëhet musliman, një njeri bëhet musliman, wa hasuna islamuhu, dhe islami i tij bëhet i mirë, pa bëhet musliman i mirë. Yukaffir Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, ati i afal Allahu çdo mëkat gjunah të cilin e ka bërë më parë. Wa kana ba'da dhalika al-qisasu, e pastaj pason shpërblimi veprave. El-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Të mirën ja shpërblen për 10 për një të mirë deri në 700 fish. Wa sayyitu bimithliha illa an yatajawaza Allahu anha, ndërsa të keqen e shpërblen një për një, përpas ndëshkon një për një, përpas nëse ja fal Zoti krejt të bareke wa ta'ala. Ky hadith po tregon për islamin e mirë të robit të njeriut. Më lart në kreun e sipërme para tij, tha namazi është prej imanit. Këtu po thot islami i mirë i robit. Në fakt, është një ndërlidhje shumë e fortë mes dy titujve, sepse s'ka mundësi me qenë musliman i mirë pa namaz. Dhe sa i cili përkujdeset në maksimum për namaz, ai gjithsesi edhe duhet të jetë musliman i mirë. Kështu që kuptimet e këtyre dy në titujve ngërthehen, kërshëtohen shumë mes vete. Idha aslama al-abdu fa hasuna islamuhu. Nëse robi njeriu bëhet musliman, jo musliman bëhet musliman. Fa hasuna islamuhu, bëhet musliman i mirë. Bëhet musliman i mirë. Musliman i mirë është për qëllim atë që ka besuar me zemër që Zoti është një. Muhamedi është pejgamberi i tij, Kurani është libri i shajt i tij. I beson të gjithë pejgamberët, librat e shajta, me laçet, ditën e Kiametit, xhenetin, xhehenemin. Mbrana. Por edhe i praktikon jashtë. Fal namaz, jep zeqat, agjeron, kryen haxhin, sillet mirë me njerëz, respekton farafisin, është humanist, është i butë, i ëmbël, i sjellshëm, virtyte të mira që i kërkon feja, pra përputhet e brendshmja dhe e jashtme. Fa hasuna islamuhu, bëhet musliman i mirë. Në këtë rast, personit e tillë, çfarë ndodh? Personit e tillë yukaffir Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Atina Allahu i afal çdo gjëna që e ka bërë, çdo mëkat që e ka bërë më herët, sa ka qenë kufër. E ne i dim se Islami të fshin gjunahet, të cilat i fshin gjunahet të cilat i ka bërë robi,
sa ka qenë i kufër. Islami fshin gjunahet. Dhe kjo është një prej haditheve, për argumenteve që tregon se Islami i fshin gjunahet të cilat i ka bërë robi sa ka qenë në kufër, në mosbesim. Wa kana ba'da dhalika al-qisas. Pra, deri në këtë moment, nëse muslimani është i mirë, ka pranuar Islamin dhe bë musliman i mirë, deri në këtë moment, gjunahet që ka bërë më herët i fshin. Tashmë i hapet një dosje, fletush dosje, e bardhë si bora. Dhe fillojnë një shënu veprat. Andaj le të ketë kujdes se çfarë punon. E hadithi thot: "Wa kana ba'da dhalika al-qisas." E pastaj pason shpërbimi i veprave. Tash merr parasysh. Ashtu që el hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 dhifin. Nëse bën mirë, merr 10 sevape për një të mirë, ka mundësi edhe 70, 100, 300 deri 700. Madje ka mundësi edhe më shumë se sa 700 për një të mirë. Por në anën tjetër, wa sayyitu bimithliha illa an yatajawaz Allahu anha. Ndërsa e keqja edhe për të dëshkohet, i shënohet, ama shënohet një për një. Një gjëna për një gjëna. Edhe shënohet përpas nëse Zoti ja te i kalon, ja fal. Nuk don ja shënu. Aja është mirësia e Zotit ndaj robit të tij. Përpas kësaj, që të cek kuptim të shkurt, kë kuptimi përgjithshëm, pika të shkurtra e këtij hadithi ka edhe shumë kuptime tjera të gjera. Ndërto, fillimi i hadithit jep me kuptu se Islami është shkallë. Nuk është Islami të gjithë njerëzve njëjtë, sepse hadithi po thot: "Idha aslama al-abdu wa hasuna islamuhu." Nëse robi bëhet musliman, fa hasuna islamuhu, dhe bëhet musliman i mirë. Bëhet musliman, por bëhet musliman i mirë. Pra ka mundësi me qenë më bë musliman, por s'bëhet musliman i mirë. Andaj edhe ai është musliman, edhe ky musliman. E që nën kupton se Islami është deregje, shkallë, nuk është i njëjtë. Dhe se amelet janë prej imanit, veprat janë prej imanit, sepse kë me veprat mira bëhet musliman i mirë. Pa veprat mira kë musliman i keq, nuk është i mirë. Andaj veprat që kanë prej Islamit, prej imanit, e forcojnë ngritin, e forcojnë imanin e robit dhe ngritin robin të Zotit, e bëjnë më të mirë. Pastaj fundi i hadithit tregon se robi, besimtari, për një gjuna, për dhe për shumë gjunahe që i bën, për dhe sa do qofshin ato, nuk del për dinit, për dere sa nuk bën kufër. E që me këtë dënë me kundërshtue Khawarijt, Mu'tazili dhe të tjerë, disa fraksione të devijuara, të cilat janë ekstreme, fraksione ekstreme, të cilat mendojnë se nëse njëri bën një mëkat, del për dinit, edhe nëse falet, edhe nëse agjeron tjerë. Hadithi po thot se Allahu i madhëruar, fundi hadithit, e shpërblen robin sipas veprave. Nëse ka bërë mirë, e shpërblen 10 për 1 deri 700 për 1, madje edhe më shumë. Nëse bën keq, çka bie ke keq? Bën gjunahe. Gjunahe nuk ka cekur këtu për gjunahet më të vogla, i shënohet 1 për 1, përpas nëse ja fal Zoti. Pra, bën gjunahe, por është musliman. Hadithi nuk po thotë që ai që bën gjunahe del pi dinit. Por bën gjunahe dhe prapë besimtar, vetëm se shënohen gjunahet, edhe atij shënohen. Dhe i ruhen për ditën e Kiametit, përpas nëse don i madhi Allah te bareke ve teala me ja falat mëkat, atë gjunah. Andaj, mëkati gjunahi nuk e nxjerr robi pi dinit, përpas runazat, shirku dhe kufri, që është i njohur të besimi e ehli sunetit dhe që kemi cekur sa herë
në këtë kapitull për fillimit të tij. Këtu mund të lindë edhe apo të parashtrohet edhe një nënpyetje. Me që jemi tek jo besimtari i cili hyn në Islam. Jo besimtari i cili ka bërë vepra të mira. Sa ka qenë kufër. A thue, nëse vdes në atë gjendje, pa Islam, ka dobi për veprave të mira në ahiret? Kjo është njëra pyetje. Pyetja tjetër, nëse ka bërë vepra të mira, sa ka qenë jo musliman, pastaj është bërë musliman, a ka dobi për atyre veprave, a ka sevap për atyre veprave të cilat i ka bërë sa ka qenë jo musliman. Të kthehemi tek e para, nëse një njeri jo musliman bën vepra të mira dhe vdes si jo musliman, në këtë rast shohim llojin e veprave të mira. Nëse ato vepra janë adhurime ibadete, që feja tyne i konsideron vepra të mira. Adhurimet, ibadetet, në format e tyre të cilat i bëjnë fe të tjera, se cila fe i konsideron si punë të mira, madje punë madhore. Për që ato nuk ka asnjë shpërblim robi në ditën e Kiametit. Ato janë ekskrejt, fshihen. S'ka asnjë dobi ditën e Kiametit me konsensus të ulemave. Nga se është vërtet që ata janë munduar dhe kanë menduar se me të afrohen të Zoti, por në fakt nuk është e vërtet. Me to, vetëm se largohen prej Zotit. Nga se nuk mund të afrohesh të Zoti me diçka që Zoti nuk e dën, me diçka që Zoti nuk ka bërë legjitim. Nuk mundesh. Shembull, nëse shkon dikush te një varr dhe prin kurban, dhe derë gjak të vorri, dhe i lutet të vdekurit me ndihmë të Zotit. Ky mendon se është vepër e mirë, se dën Zoti këtë vepër dhe se me të afrohet të Zotit. Por e vërteta çka është? E vërteta është se kjo vepër nuk është legjitime në shariat. Madje një vepër e tillë që njeriu e shpihen në kufër. Është skajshmërisht urrëtur të Zotit, andaj qysh me shpërbly? Si ka mundësi ta shpërblej Zoti një njeri me një vepër që në fakt Allahu e urrën atë vepër. Pra adhurimet e ibadetet nuk kanë dobi për tyne në ahiret. Punët e tjera, të cilat pajton feja tyne, por dhe feja islame dhe çdo fe qellore. Se fjala vije humanizmi, etika, morali, karakteri, bujaria, solidariteti, ndihma që afron njerëzit të tjerëve, punë të hajrit, punë të mira, sadakaja, lëmosha, ku ta diun shumë punë të tjera. Këtu, ani pse kur i ka bërë, ka qenë në periudhën e kufrit, këtu në xhenet nuk e çojnë, dhe nëse vdes në atë gjendje, po flas, nëse vdes në atë gjendje, megjithatë, ka mundësi shumë të madhe që në ditën e Kiametit, në xhehenem kur të futet, ja lehtësojnë dënimin në xhehenem. Sepse dënimi në xhehenem, ani pse është për të gjithë jo besimtarët i përhershëm, megjithatë nuk është i njëjtës kategori. Firauni, Allahu ka thënë në Kur'an, Firauni fut në fund xhehenemit. Iblisi mallkuar është fund xhehenemit, munafiqinët janë fund xhehenemit, kriminalët e zullumçarët e mëdhenj në fund xhehenemit, lirdert e prisët këqijave që kanë përhap shumë fesadin në fund xhehenemit. Por e ka thënë pejgamberi, po talibën është në sipërfaqen e xhehenemit. Ku xhehenemi prik vetëm të themrat poshtë shputat, por jo edhe trupin lart. Ani pse është për gjithmonë xhehenem. Andaj xhehenemi është drekato shkallë. E ata të cilët nuk kanë bërë zullum njerëzve, kanë bërë vepra të mira, ani pse do të jenë në xhehenem, por për hir të veprave të mira që i kanë bërë, u lehtësohet dënimi, ama nuk e pezullohet, mbani mend, nuk del për xhehenemit. Sepse për xhehenemit nuk del pa tauhid, nuk del pa besimin në fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo ishte për veprat e mira që i ka bërë, sa ka qenë në kufër dhe ka vdekur gjatë asaj kohe. Por pyetja tjetër, veprat e mira të cilat i ka bërë sa ka qenë në kufër
në mosbesim, e pastaj është bërë musliman. Që është edhe hadithit pa thotë kur bëhet musliman, e që është teme jonja, e këti hadithi, a thua ka shpërblim për tyre, apo në ka shpërblim për tyre. E njëjta gjë vlen sa përkat adhërimi i ibadeteve, sepse ato s'kan qenë legjitime, ndërsa punët humane, njerëzore, që i lavdron, i pajton me to feja jon, shumë ulema, Neveviu Cek, Ibn Battalit Cek, komentuesi i njohur i Buhariut, dhe shumë të tjerë mendojnë se robi pasi të bëhet jo muslimani, pasi të bëhet musliman, shpërblet për veprat që i bën pasi është futur në islam, po edhe Allahu e shpërblen për veprat e mira të cilët i ka bërë sa ka qenë jo musliman. Allahu e din më së miri, dhe deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري